Te libri Lexoj dhe testojmë i klasës parë me ushtrimet e abetares, në çdo 6 shkronja ka përsëritje. Fëmijët duhet të shkruajnë shkronjat e mësuara, të shkruajnë rrokje dhe të ndajnë fjalët në rrokje. Unë kam sjellë në tabel disa fjalë dhe do të bëjmë ndarje në rrokje, jo në mënyrën siç është dhënë në libër me anë të etiketave, por do t'i ndajmë këtu me vi. Her pas here do përsërisim disa rregulla të cilat na shërbejnë për të ndarë fjalët në rrokje. Qëllimi kryesor është që fëmijët i shkruajnë saktë fjalët. Unë po i përsëris edhe një herë ku mbështetemi ne për ndarjen e fjalëve në rrokje. Për të ndarë fjalët në rrokje mbështetemi te shqiptimi i fjalës, pra ka të bëjë me fonetikën, nga mënyra se si ne shqiptojmë fjalën. Dhe duhet keni parasysh, ndarja e fjalëve në rrokje është një dhe e vetme, sepse dhe mënyra e shqiptimit është një, mënyra e shqiptimit të një fjale. Kalojmë te fjala e parë. Orioni. Te libri u kam dhënë gati rrokjen e cila përmban brenda dhe diftongun. Te fjala Orioni ne shqiptojmë Orioni, R-J-O, jo Orioni. Prandaj ndarja në rrokje kësaj fjale është në këtë mënyrë. O, Rio, Ni. Fjala tjetër, emër. Emër. Po të përpiqen që fëmijët ta thonë ngadalë këtë fjalë, se të thuash o ndan vetë goja. Emër. Dhe ndarja është emër. Kalojmë te fjala tjetër, Ermali. R-ja, Ermali, qëndron me rrokjen e parë. Er-ma-li. Janë vetëm 2 raste të veçanta kur r-ja shkon me zanoren pasuese. Rasti është kur mbas r-s vjen l-ja ose j-ja. Për shembull, tek fjala tharja, kemi tha, rja, r-ja janë bashkë. Ose me l. Perla. R-a janë bashk. Në të gjitha rastet e tjera, r-ja është e zanoria përpara. Enkela. Edhe këtu kemi një problem, prandaj jo më kot kam zgjedhur fjalë të cilat janë pak problematike për ndarje në rrokje. N-ja dhe k-ja nuk ndahen dot, se ne nuk themi dot enkela. Ne e shqiptojmë enkela. N-k-ja është bashk, n-ka, n-ke, n-ku, n-ki janë bashk. Dhe ndarja është kjo. N-ke, la. Fjala e fundit, majmuni. Edhe këtu kemi një problem te j-ja, zakonisht priren fëmijët që j-n ta lidhin me bashkëtingëlloren që vjen pas. J-ja qëndron me zanoren paraardhëse. Maj është bashk. Mu, ni. Këto ishin disa raste të ndarjes së fjalëve në rrokje. Unë do vazhdoj të bëj dhe video të tjera her pas here për të paraqitur disa fjalë të cilat janë më problematike se të tjerat.